Gazeta Ekspres shpesh është cak I sulmeve nga grupet religjioze, të gjitha religioneve. Sot në studion tonë kemi një njeri që gëzon mbështetje të madhe pikërisht prej këtyre grupeve. Fjala është për zotin Gzim Kelmendi, deputet I pavarur I Parlamentit të Kosovës. Me zotin Kelmendi na ndajnë shumë çështje, por sot do të bisedojmë gjerësisht, shtruar dhe me respekt njerëzor ndaj njëri tjetrit. Zoti Kelmendi, faleminderit që erdhët në komitetin e Gazetës Ekspres. Faleminderit për ftesë. Dua ta nis zoti Kelmendi këtë mision me një çështje, pyetje ose dilemë fundamentale për mua. Ju si politikan sigurisht keni ëndrat tuaja se si do doni ta shihni Kosovën. Për shembull, ose mbi çfarë modeli do doni ta shihni të ndërtuar Kosovën. Unë si gazetar dhe si qytetar, natyrisht modele kam Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si në aspektin politik, ekonomik, kulturor kështu me radhë. Më intereson të di për jush, cili është ai shtet model mbi cilin ju do dëshironi ta shihni Kosovën. Pra, kush është shteti që sipas ju do të jetë motiv ose model për Republikën e Kosovës? Po, fillimisht falenderoj edhe një për ftesën dhe pyetjen, edhe pse në paragrafin e fillestar ku shkoqetet si hyrje, nuk më me kuptu cilat grupe religjioze mu mbështesin dhe ju atakojnë. Unë e di që ka qytetarë të ndryshëm Kosovës, për dikon jam I mirë dhe jo I mirë, ashtu dhe Ekspresi për dikon është jo I mirë dhe jo I mirë. Absolutisht. Këtu është ajo vija. Zakonisht ju keni pas cak ose keni ngrit kauzat fetare islame, që normalisht ka pas votues cilët ju kanë mbështet për këtë shkak. Domethënë jo për shkaqe të tjera. Këtu ke arsye pse ju identifikova me këto grupe që zakonisht merren intensivisht me çështje të fesë. Fillim kur jemi të çështje që ka lidhen drejt për drejt me çështje fetare, për hir të korrekcisë ju si portal dhe televizion, kam obligim të sharoj se në qysh mandatin e kaluar, pra dhe në këtë mandat, po thuaj se në çdo seancë kam qenë aktiv në pika të ndryshme të rendititës, qoftë deklarimi jashtë rendititës, qoftë të projektligjet të ndryshme që kanë bëjnë me sfera të ndryshme shoqërisë kosovare. Absolutisht. Në asnjë moment dhe kur unë si Gzim nuk kam ngrit në çështje që lidhet drejt për drejt me identitetin fetar të kuvendit Kosovës. Unë kam ngrit zërin kur dikush ka sulmu, unë jam kundërpërgjigj. Për ndryshe, unë këtu e shoh një mangësi, nuk po flas me emër apo me individ, por të disa mediave që Gzim Kelmendi kur s'është prezantuar në mediume që kanë ngritë çështje të ndryshme duke filluar, unë shumë mirë. Do të kem kohë gjërësisht me bisedu për gjitha këto. Po, veçse do të nuk ka Gzimi që kanë ngritë çështje fetare, kanë ngritë tema të ndryshme, por disa media për interes apo oponent të ndryshëm politik e kanë atakuar Gzimin se Gzimi po fol për çështje fetare. Gzimi ndër seancat e para të mandatit 2010 ka fol për demarkacionin Kosovë-Malizi që po shkeli territori Kosovës. Ka fol për shtetësinë e shqiptarëve që jetojnë në Turqi mbi 6 milion shqiptar. Ka fol për krimin e organizuar, korrupsionin, po këto kurkush nuk më ka publikuar. Në momentin kur pse identifikoni pra vetëm me temën e fesë? Sigurisht jo, më pyetje shumë e vend, unë nuk identifikohem. Këto është roli mediave. Ne di mediat e kanë një rol të fuqishëm në Kosovë dhe kur unë jam kundërpërgjigj ndaj një deputeti, atëherë mua më kanë atakuar, nuk po them ka atakuar mediat, por më ka prezantuar mediat si një deputet I cili është kundërpërgjigj për një temë fetare Gzim Kelmendit. A është edhe luku juaj që mundet me ndiku pak? Pamja po më Gjithatë mund t'i bashkojmë edhe të vinë në një përfundim të tillë, por megjithatë unë me lukun tim, me pamjen time, kam kontribuar shumë më shumë sfera të ndryshme, të cilat kur s'më janë bë publike se sa në këtë pikë. Gzim pashmangshëm do të ta bëni pyetje, po mendoj para se marrë të pyetja Allah ose cili e pyeti përveç mjekrës, ju identifikon edhe kjo si e quhni ju këtë në ballë që e ki pak më të nxime, si është kriju kjo, po mendoj. Kjo është një shej që është tonë është parasit për shkak segjës. Segja është një pjesë kur ne gjatë namazit praktikimit e vendosim kokën në tokë. Po, dhe unë mendoj e lidhi drejt për drejt me mua se jo gjithë njerëzit e kanë lëkurën e njëjtë, sikur një që jam me profesion, unë ndoshta lëkuri ime është më e ndihshme dhe kanë mbet shejat në ballë. Për ndryshe kjo është. Kjo ka qenë dilema jam, a goditni më shumë apo është çështje apo din pakeq kuptime? Gjatë praktikimit namazit nuk ka goditje, ka vendosje shumë të butë mes disa tjerëve nuk I bëhet kjo. Kjo varet prej lëkurës njeriut. Për shembull rast konkret gjatë sezonit verore, 2 njerëz ekspozohen rrezave të diellit. Njëri përfiton melanom, kancer shumë të rrezikshëm të lëkurës, tjetri kurrë. Do të ketë varet prej lëkurës, ndjeshmërisë lëkurës. Do doja zoti Kelmendi të më kthyete çështja bazë që e filluam. Po, ajo pyetja juaj. Cili është modeli, cili shtet është model sipas jush mbi cilin do duhet të zhvillohej Republika e Kosovës? Unë mendoj që Republika e Kosovës duhet
të zhvillohet mbi modelin e shteteve që ju e përmendë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbi modelin e Shteteve të Bashkimit Evropian. Unë si politikan, ashtu si e përmende, rrugtimi im, qëllimi im kryesor që qytetarëve të Kosovës t'ia sigurojmë një dignitet, një krenari dhe një mirëqenie ashtu si kanë qytetarët e Amerikës dhe qytetarët e Bashkimit Evropian, ku radhë të parë sundon drejtësia në gjitha fushat, sundon rendi dhe ligji, ndërsa korrupsioni dhe krimi organizuar nuk kanë fare vend. Kjo është synimi im që qytetarët e Kosovës të jenë të barabartë me qytetarët e Bashkimit Evropian dhe qytetarët e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. E qartë. Fakt, ju sot jeni një prej deputetëve të pavarur, vetmet, ndoshta prej të pakëve deputet pavarur të Republikës Kosovës. Më intereson të di më shumë për aktivitetin tuaj, se si u bë që ju kalut si deputet i pavarur dhe ku janë ato çështjet me të cilat ju për të cilat e braktisët Partinë e Drejtësisë. A mund na shpjegasni pse u prishet me zotin Ferit Agani? Për çfarë çështje u detyruat me kalu si deputet i pavarur? Unë fillimisht nga grupi parlamentar jam ndan muajin shtator të vitit që lam pas, ndërsa nga Partia e Drejtësisë jam nda para një muaji, konkretisht me datën 4 mars. Arsyet janë të njëjta që jam nda për koalicionit dhe që jam nda për Partisë Drejtësisë. Arsyet kanë qenë ato se ne me Partinë e Drejtësisë kemi hyrë në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, kemi rreshu shumë marrëveshje, një ndër to ka qenë marrëveshja e respektimit shkollimit të vajzave me mbulesë, çështja e ndryshimit të azimit administrativ, të cilin partneri PDK e ka pranuar dhe e ka ndryshuar ato tekstualisht, është ndryshuar udhëzim, por nuk është publiku kur, nuk është fuqizu kur, dhe kur ka shtatori, atëherë janë paraqitur problemet se filloi procesi mësimor dhe unë kërkova nga Partia e Drejtësisë që të kërkojnë nga partneri koalicionit nga PDK të respektojnë marrëveshjen e 8 qershorit. Nuk kam pas mirëkuptim Partinë e Drejtësisë, nuk kam pas mbështetje të tillë. Pse? Pse ka qenë u dëshmuar me në dhjetor të njëjtit vit se prioritet ka qenë pozita e ministrit, jo pozita e marrëveshjes. Pra zoti Agani ma të rëndësishme ka pozicionin e vetë personal se sa ato për cilën edhe është votu? Berat, çka do të që flas, unë sonte unë mendoj është pa fuqishme në raport me ato që ka fol votuesi me 8 qershor. Kryetari i Partisë Drejtësisë Agani nuk arriti të bëhet as deputet në zgjedhjet e fundit, nga se elektorati e vrejti shumë mirë qëndrimet e tij dhe të partisë së tij, dhe ajo më e rënda ka qenë kur Agani ka pranuar të jetë ministër edhe në një ministri që nuk ka të bëjë me profesionin e tij, siç është Ministria e Planifikimit hapësinor. Prandaj, edhe pse nuk kam dëshirë të them shumë të kaluar në raportet e mia me Partinë e Drejtësisë, por janë të njëjtat arsye që jam nda prej PDK-s edhe prej Partisë Drejtësisë. Apo tani më thonë që edhe të personat që aq shumë thirrën në moral, edhe të personat që aq shumë e përmendin fjalën zot, ekziston të njëjta devijime, sikur të ata persona që nuk parathirren shumë, pra zoti Agani njihet si person i devotshëm ndaj religionit dhe ndaj fesë. E ju po më thoni që ai për interesat veta personale të ngushta arriti më bë ministër dhe që në sektorin që nuk i takon. Në parim, jo vetëm ai, po shumë njerëz në Kosovë dhe vende ndryshme Kosovës thirren edhe në vlera fetare, qoftë islam apo feve të tjera, për të arritur qëllimin e vet, pozitën e vet. Prandaj nuk është diçka e re edhe këtu në Kosovë që ka ndodhur pikërisht me atë parti apo me atë kryetar të asaj partie, por për me kuptu këto ma tekstualisht dhe ma praktikisht është një fjalë popullore që thotë nëse do me njoh dikon jepi pushtet. Partia e Drejtësisë në 2010 kur e mor pushtetin, mendoj që atë pushtet që e pa gjatë 3 viteve mandatit vet, nuk kaloi me notë pozitive, u shkelen parimet, po të njëjtat unë nuk u pajtova të vazhdojnë edhe mandatin tjetër, prandaj kërkova që të bëjmë një refresh e të gabimeve tona, nuk u pajtuam, nuk gjetë mirë kuptim, atëherë unë u detyrova që të largohem, edhe për hir të korrektësisë për herë të parë për publikit të junë mediumin e juaj, distancimi jam nga koalicioni me Partinë Demokratike, edhe ndarja jam nga Partia e Drejtësisë, mu personalisht më ka kushtuar shumë. Pse? Unë jam deputet i pavarur dhe si deputet i pavarur nuk kam drejt jem pjesë e komisioneve. Kur je pjesë e komisioneve, ki s'paku të ardhura mujore ma shumë dhe ki udhëtime zyrtare ma shumë. Do thotë tash unë nuk jam as pjesë e komisionit dhe as pjesë udhëtime zyrtare. Kështu që ky qëndrim jemi për mu da prej koalicionit dhe Partisë Drejtësisë minimum mesatarisht në muajt më kushton 400 deri 500 euro. Do thotë plus parat që merren pi buxhetit, ndoshta ato plus ato parë nuk i marr, ato i merr partia. 2500 euro për kokë deputeti i merr partia, ndërsa grupi parlamentar i merr 250 euro për kokë deputeti. Po, zoti Kelmendi, përmendet tash domethënë që një arsyeja kryesore pse jeni dalë nga Partia e Drejtësisë është çështja e Shamiz, domethënë që nuk është respektuar, ajo për çka jeni marrë vesh. Kjo i bën që megjithatë feja për juve është në plan të parë. A
edhe vazhdimisht do me thonë e keni përmend çështjen e Shamis. Është problemi më i madh që ka Kosova. Është vërtet çështja e Shamis. Jo, Kosova ka shumë probleme serioze. Kosova ka probleme. Ju për ato probleme nuk e keni lëshu PD-n, domethënë e përmendet si çështje specifike Shamis. E përmenda këto se kjo ka qenë një pjesë e marrëveshjes kur kemi me partner koalicionit. E para, ka edhe shumë çështje të tjera të cilat unë nuk jam pajtu me Partinë e Drejtësisë, por ne përmenda në aspektin drejt shkrimor, e kam dhënë edhe me shkrim. Edhe para mediave dhe ka qenë një orë që gëzimi, dhe ashtu është jam da prej fillimisht prej PDK-s me koalicion, pastaj pi Partisë Drejtësisë pse nuk u respektu kjo marrëveshje. Por ka edhe shkelja tjera të cilat kanë ndodhur nga Partia e Drejtësisë ka qenë pjesë e pushtetit të cilat unë nuk jam pajtu. Vazhdimisht në kryesi të Partisë Drejtësisë kam kërkuar dhe kam kritikuar çështjet e tilla të cilat nuk jam pajtu me to. Kam kërkuar që Partia e Drejtësisë ta respektoj me një formë dinjitetin e qytetarit, kabineti i tij ka pas shpenzime marramendse luksoze, qoftë me vetura, qoftë me karburante, si kryetari, si këshilltarët e tij. Kanë këtë fjalën për ministrin. Po flas gjatë mandatit kur ka qenë ministri i shëndetësisë. Unë nuk jam pajtu me këto, por nuk. A e ke thonë? Po i kam thonë gjitha, në takimi i fundit kur unë kam thonë këtë ka qenë në mbledhjen e kryesisë Partisë Drejtësisë në mbajtur në Hotel Prishtinë. Që i ke thonë që ti po shpenzon më shumë se sa duhet. Gjithat i kam thonë, edhe kryetarit, edhe këshilltarëve, të gjithëve kam thonë nuk është njerëzore në një shtet kur kemi mbi 40% popullatës varfëni, me 17% me një varfëri të skajshme, me pas shpenzime marramendse një kabinet i cili thirret në vlera në zot ashtu si përmendet ti. Gjithat janë këto të cilat nuk janë pajtu, por unë s'kam mujt me ndryshu. Dhe gjitha ato janë grumbullu dhe kemi ardhur te momenti në shkrimit të marrëveshjes, kur as kjo marrëveshje nuk është zbatuar. Atëherë më është vërtet që kanë dashur mas me të shtijas në listë për deputet. Jo, është e vërtet një tjetër që mua më ka ndryshuar numrin e listës. Ditë e para pa do lista kam pas numrin 28. Ndërsa këtu jep shumë hapësirë për me dyshu dhe paragjyku, po ku nuk kjo marrë me dyshu. Këta kanë bo udhëhec të PDK-s apo të PD-s? Nuk e di. E di që unë kam qenë me 28, ndërsa kur janë certifiku listat, gëzimi ka dalë me 74, ndërsa 5 antarë të PD-s janë konë me këtë renditje 8, 18, 28, 38, 48. Pra numri s'pat rëndësi për ju i morët votat. Jo, s'pat numri, unë prapo bona të votat. Me fol për të çështjen të problemi i Shamis. Ky është një problem qartësisht i ngritëm shpesh për i komunitetit fetar islam, por edhe për juve dhe disa deputetëve tjerë. Unë prapë insistoj te këto modelet, unë pyetjen e parë. Mbi çfarë modeli do duhej Kosova të aplikonte lejimin e Shamis për vajzat e Kosovës në shkollat publike. Kosova duhet të aplikojë modelin e vendit të Bashkimit Evropian. Jo rastësisht flas ka qenë ashtu caktuar me çunë para se marrë në debat të ju para një muaj kam qenë në një vizitë në disa vende të Bashkimit Evropian edhe në Skandinavi. Dhe kom pa me sytë e mirë vizuale, po dhe praktike se si është rregulluar kjo çështje e mbulesës. Prandaj Kosova duhet ta rregullojë çështjen e mbulesës, ashtu si kanë rregulluar me gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe mos mi jap hapësinë të tjerëve. Ajo çka ju e përmendet, ndoshta nuk pata dhe kohë për shkak pyetjeve me artikulu shumë çështje se na ke probleme shumë serioze, por kjo ka qenë unë kur kom hyrë Parti Drejtësisë. Kam hyrë vitin 2009. Si një doktor i ri, unë 2006 kom diplomuar, në 2009 jam kyç politik. Nuk kam pas mundësi me ndryshuar programin e Partisë Drejtësisë. Në 2010 jam bë deputet, më vonë jam avancuar strukturat PD-s. Kjo ka qenë padyshim ndoshta ndër dobësitë të cilat e ka shfrytzuar Partia e Drejtësisë të votat të një elektorat që të merr këtë rast çështjet fetare që është rasti i mbulesës, përmes mbulesës me synu votat e qytetarëve të Kosovës. Kjo ka qenë gabim. Unë s'jam pajtu me këtë, por nuk mund të më ndryshu. Por ky gabim kishte më korrigju, sikur ti kishte qëndruar besnik asaj. Ka kërku vot në emër të mbulesës zbatoje. U bë gabimi i dyfish, do thotë nuk respektua ajo. Dhe për atë arsye unë mendoj që Kosova ka shumë probleme më madhore, ka problemin me sundim drejtësisë në vend, krimin organizuar që është prezant, ndërsa çështja e mbulesës duhet rregullohet ashtu që është rregulluar gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Gjithashtu zoti Kelmendi, jeni goxha selektiv edhe ju kur thoni për modelet evropiane. Për shembull ju thoni ta marrim aspektin si është rregulluar me çështja e Shamis në Evropë, po në anën tjetër jeni goxha jashpër në disa gjëra që në Evropë janë të lejuar dhe pjesë e Bashkimit Evropian. Për shembull, çështja e homoseksualëve. Ju keni quajtur këtë kategori si njerëz të smur në disa prononcime të juaja. Në Evropë, në Bashkimin Evropian, kjo është goxha fymje e madhe. Dëgjoj, unë këtu me veti nuk e kam, nëse doni brenda kohës, ju sjell më një herë. E kam një raport gjitha vendeve Bashkimit Evropian për këtë kategori të personave që konsiderohen si homoseksual. Unë e përmenda që çështja e homoseksualizmit nuk është vlerë e Evropës. Evropa e ka gjetur atë hapësirë në emër të demokracisë duke respektuar të drejtat e tyre.
por mos harrojmë që ka edhe vende në Bashkimin Evropian që nuk e pranojnë lehtë këtë. Për respektimin e drejtave të homoseksualëve. Veçanërisht partitë konservatore nuk pranohen. Unë atë kontekst e kam nxjerr nga këndvështrimi i mjekësisë, jam mjek me profesion, unë kam diplomuar këtë aspekt, provimi i fundit jam mjekësi ligjore ka pas të bëjë me homoseksualizmin, mazoizmin dhe sadizmin. Të trija këto veçori. Mirë, këto kanë qenë bukur shumë reminiscenca të kalumës mjekësisë. Sot Leo tha që është fymje në fakt, është edhe politikant nëse deklarohen kështu në parlamentet e ndryshme, do të përgjigjen penalisht nëse i quajnë persona të smur. A jeni ju, a do Dëgjoj, na e patëm edhe një debat para disa jave, ku dhe përfaqësues komunitete ndryshme fetare u shpreh ndoshta edhe më ashpër se sa dikush që shpreh në Evropë. Qartë, pa ata nuk marrin votat. Përfaqësues të komuniteteve fetare nuk janë në kuvend. Synimi jam kryesor nuk është me marr vota. Synimi jam është që popullata mu vetë disu në çdo aspekt. Unë jam për me rujt familjen, me rujt shoqërinë kosovare. Dhe le del dikush le të më thotë që përmes homoseksualizmit rujt familja kosovare. Bashkimi Evropian thot gëzim edhe vendet Bashkimit Evropian që kanë refuzuar me referendum çështjen. Jo, nuk ka vend Bashkimit Evropian që e ndalon tubimin e LGBT-ve. Cili është mendimi juaj? A do të mi toleru ata me bë parada në Prishtinë? Dëgjoj. Berat. Jo, e qartë po mënej. Unë po të thoj, çështja paradës, a dikush bën paradë. Unë nuk jam ja cenu drejtin edhe lirinë e askujna. A do t'i lejoni por unë jam për një shoqëri të shëndosh kosovare. Mirë. LGBT-t e kanë të lejuar në secilin vend Bashkimit Evropian, decidivisht. Martesat i kena disa standarde, kena civil unions, që thonë bashkimet civile edhe martesa. Disa vendet Bashkimit Evropian lidhjet mes personave të njëjtë seksualisht i konsiderojnë martesa, disa bashkime civile. Mirë po, ajo që ka i karakterizon Bashkimin Evropian është që ata gjithë i tolerojnë edhe i lejojnë me dalë me bë parada. A do të lejonit ju, sikur të mbarej për jush? Vetëm pak. Na e dim që paradën e bën ajo pjesë e cila është krenaria e popullit, e bën garda, FSK-ja, policia, e para, e dyta. Mos të harrojmë edhe një realitet në Kosovë, na si shoqëri, jena shoqëri konservatore shqiptarët. Shqiptarët përgjithësi mendojnë serb çështu. Serb nuk i lejojnë. Po, edhe serb si lejojnë. Po. Edhe tash unë ku po du me dal. Nuk është për momentin, nuk është e udhës me dal me provoku ndjenjat e qytetarëve të Kosovës. Ju po thirreni në Bashkimin Evropian. Dëgjoj. Bashkimi Evropian i respekton gjitha liritë e drejtave të njerëzit. Edhe paradën. Vetëm pak. Edhe paradën. Unë nuk kom pa, dëgjoj, jo. Dëgjoj. Është si kusht për bashkimi, jo. Angela Merkel del bëhet pjesë e paradës, dornin lider bëhet në pjesë e paradës. Angela Merkel Bashkimi Evropian nuk kërkon më bë parada. Kërkojnë disa organizata që i mbështesin këto grupe, edhe në disa mbështetje edhe nga disa është matës fakti që në një vend aspirant përbëje mbahet një paradë e homoseksualëve është matës e respektimit lirive të atij vendi. Edhe tash unë shumë qartë një propozim qoftë për neve si shoqëri, qoftë për Bashkimin Evropian. Unë jam për integrim të Kosovës në Bashkimin Evropian. Edhe unë jam që ne të integrohemi kështu si jemi, si shqiptar me fe, cila do fe që është islami, krishterimi dhe me kulturën dhe traditën tonë. Dhe ne partnershipin me Bashkimin Evropian do ta kemi parimor. Ndoshta do të kemi mundësi me diskutu këtë temë vonë dhe jo mashtrues. Nuk di e jeni të informuar, ndoshta po ju kujtoj vetit dhe juve që në Kosovë aktualisht, edhe në të kaluarën dhe tashmen, po zhvillohet një politikë anti-amerikane dhe anti-evropiane në Kosovë. Miqtë ndërkombëtar, çohet Shtetet Bashkuara të Amerikës, çohet Bashkimi Evropian shfrytëzon vetëm si mjet të marrë në pushtet. Edhe për me realizuar interesat e ngushta partijake. Ata bile në momente të caktuara janë mashtruar, shpeshherë lajthit dhe janë tradhtuar nga udhëheqësit politik kosovar. Unë mendoj që shoqëria politike kosovare nuk ja ka jap një shpërblim meritor në miqve ndërkombëtar që kanë kontribuar për lirinë dhe shëndërtimin e Kosovës. Tash ku po duam të dalim? Na si shoqëri kosovare, në raportet që kemi qoftë me Shtetet e Bashkuara, qoftë me Bashkimin Evropian, duhet të kemi raporte parimore. Raporti parimor është aty ku e ka mirë, mi thon mirë e ki jo me ty. Aty ku nuk e ka mirë, me thonë çtu nuk e ki mirë, kjo është parimi. Gëzim, nuk është Bashkimi Evropian që po na lut neve, jena na që i ofrohemi Bashkimit Evropian me qenë pjesë. Pra na nuk mujna mja përcaktu kushtet, ata i kanë Bashkimi Evropian e ka zanahfillën e vet të krijimit. Po. Shtetet na kërkojnë. Nuk ka kusht parada berat. Është kusht parada. Na një ndër kushtet e Bashkimit Evropian e kemi respektuar në aspektin legjislativ, ata e kena me kushtetuar si kategori që edhe kemi ligjin kundër diskriminimit. Na zoti mos u dash kur nuk i kish miu pengu zoti kanë mendin
ecje e njerëzve në sheshta zonë. Dëgjoj, jo, është problemi që këtu ekipa na patëm dragimet e fundit edhe vitet e kalume provokon. Ka pasur edhe dhunë. Atëherë pse me provoku kur nuk e kemi për momenti klimën e tillë. Na duhet me provokim është e drejtë. Shiko, për hir të shikuesve, unë të garantoj se opinioni është me ty këtë herë, po mendoj. Najna aty e kap një temë jashtëzakonisht jo popullore. Edhe di që nuk ka qenë pjesë e pyetjeve sa mujta me pa zip se dolet jashtë kontekstit, po jo te Bashkimi Evropian, jo përmendet që Bashkimi Evropian është model. Pro Bashkimi Evropian ka edhe çmimin se Bashkimi Evropian nuk është shport që na zgjidhëm çka dojnë apo Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian i ka standardet e veta që ti dush me imponuar. Na i plotësojmë ato standarde të cilat shumë vende që synojnë integrim Bashkimi Evropian dhe që janë integru, me marr ato modele. Çfarë qëndrimi juaj për Holokaustin? Dëgjoj, veç pak i brat. Mos dalim pi kontekstit. Jo, dhe kjo është pjesë e Bashkimit Evropian. Dëgjoj, nuk po du me dal jashtë kontekstit. Unë po du me të përgjigj konkret. Okej. Edhe ke rastin mbulesës, edhe kësaj teme. Rasti mbulesës është standard evropian. Nuk kem çka me jemi diskutu më shumë. Çështja edhe Bashkimi Evropian e ka një legjislacion. Po. E ka ligje të cilat hartohen nga njerëzit, dhe ata njerëz gabojnë, çu gabojmë më dhe jo. Është standard evropian çështja e mbulesës. Edhe në Turqi nuk është standard. Domethënë, edhe Turqia aplikon çështjen e mbulesës në mënyrë shumë selektive. Jo, çe po tregoj. Turqia fillimisht nuk ka pjesë e Bashkimit Evropian, ndërsa Turqia Jo, e di që është pjesë e Turqia si standard për Bashkimin. Po, vetëm Turqia ka të rregulluar tash me ligj. Nuk e ka pas të kaluar, tash e ka rregulluar qeveria aktuale çështjen e mbulesës. Me Erdoganin. Po, çdo shtet në Bashkimin Evropian e ka të rregulluar me ligj çështjen e mbulesës. Prap nuk lejohet shamia në gjykata, në ushtri. Jo, e ka lejuar edhe në administratë, edhe në shkollim, gjithat e ka lejuar. Madje edhe Turqia dashna me thonë ka kufizime, edhe secili shtet në Evropë ka ndalesat e veta për mbulesën. Nuk e di ju për cilën mbulesën i të folë. Është edhe punë e kategorizuar. Po, jo, i vetmi vend që ka nisë ndryshime ka qenë në Franca kundër burkës mbulimit fytyrës. Është ndaluar. Asaj, përndryshe mbulesa si mbulesë në asnjë vend Bashkimi në Evropë. Unë po them, isha stash në Gjermani, në Hanover me sy të mi e pash, vajzë të pestë në klasë shkollë fillore me mbulesë. Ato fillimisht pedagogu e merr advice, edhe e interviston. E ke qit mbulesën me dhuna me bindje. Ku Gjermania e di që është shembull në favor të Juvin, se nuk e ka. Jo, Austria, Londra, gjitha ti marrin vendet Bashkimit Evropian. Edhe kjo ka rregulluar, po, edhe Franca ka rregulluar me mbulesën. Veç burkën e ka. Gzim, i gjendur përpara një sfide, pra të gjitha ose asnjë me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian nuk ka gjithë ose asnjë. Bashkimi Evropian ka na nuk ja përcaktojmë kushtet Bashkimit Evropian. Jo bre, jo, po dhe na nuk bën mi mbyll syt para gjitha asgjërave. Pra, nëse hipotetikisht i gjendur përpara kërkesës Bashkimit Evropian lejimi i shamis. Po. Mirë po dhe lejimi i paradës homoseksualëve në qendret e Prishtinës, a do të pranoje të futeshin Bashkimin Evropian duke i plotësuar këto dy kushte? Nuk ka kusht për më fut në Bashkimin Evropian çështja e paradës. Po ju mendoni se nuk është. Nuk ka kusht. E kanë detyruar Serbinë herën e fundit ekipa që ka ndodhur në Beograd ishte në shtet rrethim. Ekipa që ka ndodhur sa dhunën. Mirë, po e detyroi Bashkimi Evropian me leju. Edhe kryeministrin e rrahen vllavën e kryeministrit forcat speciale serbe. A është në rregull kjo punë? A mundemi me thonë që ket vet pak, çet pikë ka pas mirë Bashkimi Evropian? Nuk e pyeti Bashkimi Evropian Serbinë, pra e detyroi me bë. Jo, ne kemi një problem pak pothuajse të ngjashëm edhe në Kosovën Serbi, nga se udhëheqësit politikë edhe të atjet edhe tujt pothuajse e kanë një prioritet të fushatës së tyre integrimin evropian. Dhe ata nuk e kanë që kanë qëllim kryesor, por e kanë si mjet për me marr vota në qytetarët e Kosovës. Dhe ndjeshmëria për mu integru strukturat Bashkimit Evropian bën që udhëheqësit të ndryshëm politik, qoftë Kosovë, qoftë Serbi, qoftë aty me shkel dhe mbi parimet vetit. Na e dim që e din edhe vet, shumë udhëheqës politik luftës ndeshme shtimtare të Kosovës nuk i thonë luftë, po i thonë konflikt i armatos. A është e turpshme kjo mi thonë luftës konflikt? Do thotë jo nuk ka problem, kjo është problemi politikanëve caktuar. Neve ku deshta me dal ajo që ta thash pse me ta elaboru pse udhëheqësit politik kosovar nuk kanë parimon të Bashkimit Evropian, çe këtu. Ne e dim fort mirë se përmend tema e mbulesës, e cila nuk po mendoj në hapësinë e gjon, po që në 2010-ën ministri i atërshëm i arsimit e ka ndaluar me një udhëzim administrativ çështjen e mbulesës. Ajo është e lejuar me kushtetutë dhe me ligj. Kosova ka të lejuar me mbulesën. Nuk është ka interpretime të ndryshme. Po, e interpretoni ju, po ka edhe të tjerë që interpretojnë të njëjtin S'kem nevojë marrë kushtetutën. Ku deshta me dal? Në 2010-ën ministri e ka ndalë me një udhëzim administrativ mbulesën. Çka ndodh? Ai për shkak bindjeve të tij personale, të cilat nuk më interesojnë. Në zgjedhjet e 2010-s dhjetor kur janë bajt dhe zgjedhjet e 2014-s qershor. Këta udhëheqës politikë, edhe ai ministër, edhe partia e tij dhe partitë e tjera kur janë ballafaqur me elektoratin e Kosovës, i cili është në përqindjen shumicë islame,
kam qenë vetë pjesë e fushatës, për thomë me përjetim të gjallë, e kanë pyet pse s'po na leni vajzat me shku në shkollë me mbulesë. Pse s'kemi mësim besim? A din çka kanë thonë? S'po na lën Amerika, Evropa. Do të thotë nuk ngurojnë me fajsu Amerikën dhe Evropën për qëllimet e tyre personale. Kjo strukturë politike në Kosovë është ty e mbjell një klimë anti-amerikane dhe anti-europiane në Kosovë. A pse keni dërguar në gjykatë kushtetuese? A keni dërguar këtë land? Cili land? Për Shami. Nuk ki vendim parimor për momentin. Se po dyshoni para praktikisht. Jo, dëgjoj, çep rasti ka qenë vitin 2013 kur një vajzë Xhilanit e ka dërguar landën në gjykatë kushtetuese. Ajo ka fituar drejtin me gjykatën supreme në Xhilan, vajza e vitis, dhe ka kërkuar interpretim ligjor nga gjykata kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese ka hinë elaborime të tilla që nuk e ka pranuar si land, jo që ka thonë bën e s'bën. Për atë arsye, berat, nuk ja vlen i cili është e lejuar me kushtetutë dhe ligj. Zoti Gjelmendi, ajo ka premtuar zoti Thaçi se do ta lejoj kur e keni bërë koalicion. Po e kanë nënshkruar Uzimin administrativ, Rambuja, unë kam dokumentum në telefon. Rama po, zoti Thaçi. Po ti tregoj detajet. Takimi i fundit ka qenë e mërkure, para nënshkrimit koalicionit mes neve dhe PDK-s. E mërkure ka qenë dita, unë kam rezistuar me një koalicion me PDK-n, për këto arsye se nuk janë respektuar marrëveshjet gjatë mandatit kaluar. Jo pse kam diçka kundër tyne, por nuk e respektuar marrëveshjet. Dita e premte në ora 3 na kanë thirrë me shku në Ministri të Arsimit, me shku me ndryshu udhëzimin administrativ se në ora 12 mbrëmje përfundoi kjo fati ligjor certifikim të listave. Dhe në ora 3 mi shku në Ministri të Arsimit me kërkesën e kryeministit, ministri Rambuja është pajtu me ndryshuar ato udhëzim. Edhe e ka ndryshuar dhe kam telefon fotografuar me nënshkrimin e tina. E ka ndryshuar udhëzimin administrativ. Na ka bin neve që hini me neve se u ndryshuar udhëzimi. Kemi një fushat, ka fillu fushata, o kry qëshori, ka arë shtatori, udhëzimi kur s'ka dalë në fuqi. Na ka mashtru. Bukuroshja e qytetit, objekt afaristo-banesor i ndërtuar në pjesën më të bukur të Gjilanit, i projektuar me dizajn unik dhe arkitektur neoklasike, përbëhet prej 4 hyrjeve të projektuara sipas standardeve europiane. Banesa me qëndrueshmëri dhe komoditet super luksoz, aty ku do të gjeni rehatin dhe sigurinë e plot. Po ashtu Albanika, kompleks i projektuar me dizajn unik dhe arkitektur neoklasike, me portën triumfale, e ndërtuar e para në Kosovë. Ka 5 hyrje dhe 1 qendër tregtare, sipas standardeve europiane. Kompleks i cili ju ofron komoditet dhe luks. Aty ku ndiheni gjithmonë rehat. Gjilani po ndërtohet me DNA Construction. U hap shkolla The British School of Kosova, me infrastrukturë të destinuar për edukim dhe arsim, metodologji pune të avancuar, mësimdhënës të trajnuar e licencuar, fokus në zhvillimin e kreativitetit dhe përgjegjësisë tek nxënësit, aktivitete shtesë në gjuhë të huaja, pikturë, balet, instrumente muzikore e të tjera, qendrim ditorin nxënësve, ushqim dhe transport. Ju mund të aplikoni online në britishschoolkosova.com apo duke na vizituar në adresën Magistralia Prishtinë Fush Kosovë afër Kolegjit AAB. Donika 2, objekt banimi dhe afaris në qendër të Prishtinës. Ofron banesa sipas kërkesës së klientit, dhoma me ndryqim natyral, çdo kënd i ndërtuar me shijet veçantë, pamje magjepse e qytetit nga balkoni juaj, hapësirë për fëmijë, gjelbrim, parking nën toksor. I tërë qyteti në shuplakën tënde. Donika 2. Po kjo është jeta. Për një familje të shëndosh, duhet të kemi gjithmonë një udhërfyes në dispozicion. Atëherë kur papritmas mund të ndodhë diçka, ju duhet të dini se si të reagoni. Merrni kompjuterin, tabletin apo celularin tuaj dhe vizitoni tolomed.com. Aty mund të gjeni çdo gjë lidhur me sëmundjet, simptomat dhe rekomandimet për tek mjeku adekuat. Rruga më e thjeshtë dhe më e sigurt për kujdesin e familjes suaj. Tolomed është krejtësisht unik edhe në shërbim të synimit tuaj. Me kalu të tema tjetër që është islami politik. Ju keni qenë idhëtari asaj që islami nuk duhet me najt vetëm mrena xhamive. E keni proklamuar ato që islami është mënyrë jetese.
Më intereson të di përpara se kësaj se pse ju besoni që duhet të jetë Islami edhe jashtë xhamisë, gjë që kundërshtohet me forcë prej grupeve tjera. Më intereson të di kush është idhëtari i parë në Kosovë, kur filloi kjo çështje, kush është ai njeriu i parë që e proklamoi këtë ide, pra që Islami duhet më nxjerrë prej xhamive dhe me të kaluar në sferën publike. Fillimisht nuk ka islam politik. Kjo është qëndrim që unë e pajtona fuqishëm. Është një islam universal, fe islame. Nëse nisim na me reduku islamin politik shkencor mixur atë ku po mbet. Është një islam universal. Ka hyrjen politik në Kosovë të njerëzve të cilët janë besimtarë apo me thon praktikues të islamit, dhe ai fenomen i praktikimit të islamit jemi dëshmitar gjithë, se sot më shumë se viteve të kaluara, sot dhe çdo ditë më shumë poshtohet e veçanërisht nga rinia kosovare. Dhe kjo rini, këta studenta, këta intelektual të arshëm, deshte pa desh do të bëjnë pjesë e politikës kosovare, qoftë me një parti, qoftë me disa parti tjera. Dhe hyrja aty në parti të caktuar, pa dyshim që është një imazh për ta që më tha Berati ti me llukun tënd. Tash mu më thonë dikush islam politik, kjo është e rëndë. Aspekti i ndryshimeve kushtetuese që ju i proklamoni. Kush i ka proklamuar ndryshimet kushtetuese? Aspekti i definimit të Kosovës si shtet laik. Ju e keni kundërshtuar me forcë. Vetëm pak. Ja, kush me forcë, kur s'kam kundërshtuar. Me forcë të argumenteve, jo me unë s'kam proklamuar ndryshim kushtetutës, unë kam thoni kum treguar. Pra ju pajtoni me termin shtet laik apo? Qëre, tash edhe në kushtetutë kanë bola thitje. Keni në gjuhën shqipe, Kosova është shtet laik. Në gjuhën serbokrate dhe gjuhën angleze është shtet sekular. Sekular state, sekularna država. Dhe i kom thonë hartuzve, njëri prej tyre është ministër qeverinë aktuale, i kom thonë pse ki leju këtë standard dyfish në gjuhën shqipe shtet laik. Cili është zyrtar? Po ai çish doni interpreto vet? Po da. Çish doni interpreto? Çish doni? A duket opsioni anglisht është zyrtar. A din cila jo? Jo. Përgjigja është absurde çfarë përgjigje më ka dhënë. Tha gjithkush gjuhën e vet ta merr atë përgjigje. Tash ti bën mend për serb shtet sekular, për ata që gjuhën angleze sekular state, për shqiptarë shtet laik. Edhe tash naivet ose njerëz që nuk marrin vesh shumë këto terme. A mundemi na tregu ku dallimi mes shtetit sekular dhe shtetit laik? Shteti laik, në tërësi ka të dorë institucionet fetare nga institucionet vendimmarrëse të shtet. Por bashkëpunon forma të ndryshme. Shteti sekular po ashtu janë të ndara, por për interesa shtetërore dhe marrëdhore në momente të caktuara bashkëpunon me institucionet fetare. Rasti konkret, cila ju konvenon juve më shumë? Dëgjoj, na po dojmë si këtë vendet e Bashkimit Evropian, shtet sekular. Pse më kon? Franca shtet laik. Po ka dalë dita që keni me thon Franca. Jo vetëm Franca. Vetëm Franca. Jo vetëm Franca. Dita që keni me thon Franca. Vetëm Franca është shtet laik. Amerika është shtet laik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, ti je i sigurt. Dëgjoj. Shikuesit mund të përcjell këtë sen. Dëgjoj, na po dojmë të integrojmë Bashkimin. U mirë, nëse do na më marr model shtetin e laicizmin e Shtetit të Bashkuar të jetë Amerika në Kosovë. Për shkak të, shiko. Po a din çfarë drejta kanë besimtarët islam në Amerikë? A din çfarë kanë? Mendja nuk ta merr. Kur jemi të drejtat, prapë po përsëris të më ndjesh jo për ty, po për tjerë, se i ndëgjoj, thuhet që edhe djalli për qëllime të veta citon Biblën ose Kur'anin, thotë që ç'të shkruan se i duhet. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës lejojnë martesat gay kur jemi shumica shteteve dërmuese atje. Po insistojnë këto, jo që unë kam diçka me këtë komunitet, në fakt nuk e njoh kërkan prej tyre, mirë po. Po shten me dyshuti s'u bëj si standard. Vetëm pak. Unë pajtona me marr, nëse dona me marr modeli laik Kosovë, pe marrim të Amerikës. Parajsisit edhe këtu normalisht i zgjedhë këta. Nëse bash ku pi merr dy shembuj në ekstrem tjetër më jo, këta janë të Bashkimi Evropian, është e qartë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë nëse në referohemi gjitha vendet e Bashkimit Evropian e thamë ka kushtetutë sekulare përveç Francës. Na po dona si shumica vendet e Bashkimit Evropian. Pra, nëse dona me marr modela, edhe unë pajtona, shteti laik si modeli Amerikës Kosovë, shumë pajtona me ty për faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë jep shumë drejta besimtarëve të besimit islam në raport që na s'kem fare drejta ndaj tyre në Kosovë. E dyta, ne jemi si shoqëri e rëndë, shtet tranzicion. Edhe është normale na mi mbylcit të marrim këtë model. Ka dalë. Të marrim ato që ka të mirë Amerika. Ata që ka të mirë Evropa, edhe ta bëjmë një shtet kompletuar, mirë, dhe me parimin e shnosh, respektimin e lirive të drejtave të njerëzit për gjithë shtetarët e Kosovës, pa diskriminim. Duhet mi marr të gjitha prej tyre. Po edhe të mirat, cila është qëndrimi i bashkësisë i grupeve islame rreth Holokaustit, e cila është vepër penale në Shtetin e Bashkimit Evropian nëse mohohet. Dëgjoj, unë nuk kam marrë mendimet, këtë temë nuk e kem rënë, edhe nuk e di për cilat grupe islame po folë, nuk e kem në atë kohë të marrim me ta. Na i kemi problemet tona vera. Na peshet që Kosova është qëndrimi për Holokaustin e juaj personalisht. Kosova
është vend fatkeqësisht i zhytur edhe me pasoja më të mëdha se Holokausti. E din që ti ki jo me pasoja, veç me pasoja, pse po them? E kemi me qindra figura të ndryshme politike në Kosovë që janë vrarë, nuk janë zbar rastet. I kemi mbi 50 veteranë të ushtrisimtar të Kosovës që kanë bërë vetvrasje për shkak të gjendjes rënde ekonomike. Vetvrasje kanë bërë. Vetvrasje bën gjithkund po më normative. Jo, po flas për gjendje ekonomike. E kemi a din çka kanë bërë me universitet tash, është atë temë. Unë më di që vetvrasja nuk është thjesht për çështje ekonomike, vetvrasja është shumë të rastet mendor, krizës, kush e ka shuar krizë mendore, gjendja ekonomike ka shuar krizë mendore. Që është shumë e lartë në vend Bashkimit Evropian ku standardi është shumë i lartë, pra është e rrezikshme. Jo, ajo është temë tjetër që numri më i vogël i vetvrasjeve është kryer gjatë luftës. Me veç unë po duhet ajo çka është, na pse edhe në seancën e fundit të Parlamentit të Kosovës e kom diskutuar 80% fjalimi tim ka qenë sfida e luftimit krimit organizuar në Kosovë, që ka përmasa dhe pasoja shumë të mëdha në Kosovë dhe fatkeqësisht ka depërtuar çdo shoqëni. E kemi edhe raportin edhe përfaqësuesit e Uleksit ku i cili tha ka përfshi shoqërinë kosovare. Na nuk kem problem me një ministër apo me një institucion qeveritar, kem problem me shoqëri, që çdo shoqëri, çu çka ka ndodhur në arsim. Edhe media është paraqit që përveç falsifikimit notave kemi edhe diploma që kandidat kurse kanë pa fakultetin me sy kanë marrë diploma. Ashtu është paraqitur në media. Është mega skandali me 500 diploma në pej. Ne kemi ekspanzion numër të studentave që në regjistruar fakultet jashtë normave dhe thash hala nuk pendim atë krizë. Kemi me pa për 2-3 vite të ardhshme kur kanë menau paraqit në çdo fushë ka 200-300 studenta diplomum. Çka do me bë Kosova me ta? E pam 100.000 i të largum nga Kosova janë për një kohë shumë të shkurtër. Si është ndrimi juaj për Charlie Hebdo dhe lirinë e shprehjes kur jemi të vlerat e Bashkimit Evropian? A duhet Kosova me leju mediat me pas drejt me përqesh profet, pra qoftë Jezu Krishtin, qoftë Muhamedin alayhis salam? A do ta përkranit ju median kosovare që ta ketë liri sikur e ka Franca ose sikur kanë vënë Bashkimit Evropian? Unë fillimisht për Charlie Hebdo them se ai sulm ndaj tyre ka qenë sulm terrorist. Edhe ata njerëz që kanë marrë dënimin e meritor. Unë mendoj që gjithë duhet ta ngritim zonin kundër terrorizmit, qoftë individ, qoftë grupe terrorizme. Megjithatë, unë nuk pajtona me diskursin e disa liderëve politik vendor, në raport ata ndërkombëtar janë përmirësuar. Ata vendorët kanë vrejtje shumë të madhe, nuk bën mjavesh terrorizmin islamit, terrorizmi islamist. A do të lejoni ju që kur jemi te liria ka individ dhe grupe terroriste. Pra po them, te sulmi rasti Charlie Hebdo ka qenë sulm terrorist, pajtona me ta. Sulmi dënuar morën ata dënimin meritor dhe me çdo formë duhet të dënojmë sulmet e tilla. Por kur jemi te liria e shprehjes, unë pajtona me lirinë e shprehjes, por profet jo në udhëhet si shpirt terror të një popullit. Unë mendoj që me çdo kënd mund të tallemi, edhe me mund lirisht kush dole të tallet. Por çështja e profetëve, qoftë Muhamedit alayhis salam, qoftë Isës, që një alayhis salam, që një si Jezusi, nuk bën me këto figura. Këto janë një popull të janë popullit arab, profetët. Jo, unë thash të popujve, udhëhet shpirtëror të popujve. Dhe tash edhe Muhamedi sallallahu edhe Isa, këta në udhëhet shpirtëror dhe nuk mundem në asnjë moment me lejuar thoksi as po kena me kon mutallësh me utall me profet. Liria e shprehjes. Po mirë liria e Bashkimit Evropian, si vlerë absolute për cilën në derë jashtëzakonisht shumë gjak edhe shumë filozof evropian të rilindjes, si Voltaire dhe Tutje, e kanë proklamuar dhe Evropa ka mbrojtur me fanatizëm lirinë e shprehjes në mënyrë të pakufishme. Plotësisht pajtona me ty, por liria e shprehjes që pas edhe nga udhëheqësit të lartë Bashkimit Evropian dhe vendet fuqishme nuk janë pajtuar që mu ataku figurat profetike. Mund të atakohet çdo kush. Tjetër është mundësia, atje ekziston mundësia. E tash kjo ka hap një temë në veti për Bashkimin Evropian, pa dyshim që ka me pas pjesë legislativit vet, lirinë e shprehjes në raport me figurat profetike. Për arsye se po nxill, për atë arsye për pajtona me lirinë e shprehjes, por deri në një mos jo mu ataku figurat. Kjo mos mane po kesh përdoret. Cila? Masa e kufizimit mane mundet më shku prej udhëheqësve të profetëve deri te imamt ose i peshkvat, papa edhe personalitete të tjera toksore. Unë pra po them, e dënoj çdo dënshëm dhe çdo sulm njerëzor. Por edhe në anën tjetër, liria e shprehjes duhet të reformohet, duhet të korrigjohet, mos jemi vetëm me figura profetike, as po kemi individa. Zakonisht këtu testohet liria e shprehjes. Po jo vret te profeti. Unë po insistoj me vazhdu prap tek tema që unë thash islami politik ju nuk pajtut, megjithatë për mbështetësit edhe ndërta dhe ju të kauzës fetare islame në Kosovë kanë qenë disa çështje për të cilat nuk jeni pajtuar. Në radhë parë janë temat e historisë, raporti kosovarëve me historinë. E dyta është kjo çështja e definimit të kushtetues të Kosovës, dhe e treta simboleve dhe simbolikave të kombëtare shqiptare. Me shiku rand, domethënë, në aspektin e historisë. Më intereson të di për jush
si deputet i Parlamentit të Kosovës dhe si shqiptar njëkohësisht, cilat janë ato 3 figurat kryesore të historisë shqiptare sipas jush? Edhe pse këtë temë jashtë kontekstit pyetjeve, nuk është në çështje të historisë. Deklaruju për çështje të tilla zakonisht për debate. Temave që i kanë ngrit njerëz, domethënë që zakonisht kanë mbështet kauza fetare. Pra ju mbaj mend për deklaratat tuaja ndaj Skënderbeut, për Nanën Tereze e kështu me radhë. Leonard, vetëm pak për korrekcisë. Opinionin mas të madh ju njeh edhe për këto tema. Prandaj ekziston një farë kurioziteti njerëzor me ditë, për shembull, kush është 3 figurat qendrore për sipas Gzim Kelmendit për historisë shqiptare, figurat më madhore të historisë shqiptare. Për hir të korrekcisë, unë Gzim Kelmendi kur për Nën Terezën s'kam fol. Kur s'kam fol. Ka qenë intervistim i juaj në Kuvendin e Kosovës, me gojë me shkrim, më ka pyet çka mendoni për Nën Terezën, kam thonë është humaniste. Edhe nuk mundet kurkush më ja kontestu humanizmin e saj. Saj për këtë çështjeve figura historike nuk kisha pas me dëshirë atë angazhim të madh të shqiptarëve në historinë popullit tonë mia vjeçare me redukun e 3. Në çdo periudhë populli ka pas figura historike. Unë pa dash më këtyn të kalumen, për mua le ta dinë të gjithë një figurë është historike shqiptare, të cilën e duhet që më e respektoj, është Adem Jashari. Kjo është ajo që po ky është pak i vënshëm në kuptimin e historisë. Tash na më kthin historinë, na duhet më kthin kohën e Jugosllavisë, kohën e Osmanlive, kohën e Bizantinëve, kohën e Ilerëve, atëherë se cilën fazë duhet më nxirr nga një figurë. Modelet ekzistojnë, çdo komb i ka disa modele, të cilat përpiqet ekipa e Kosovës ka ndru flamurin e vet, të cilin duhet ta respektojmë, është simbol shtetëror joni. E kena flamurin kombëtar, ato e dojmë dhe e mbrojmë, e kena flamurin shtetëror të Kosovës. Pse ne e kena nisur rrugën. Jena në një shtet ndërtim dhe kena një simbol shtetëror, flamurin e Kosovës. Po ta kemi edhe një hero, ajo është Adem Jashari. Kjo është qëndrimi jam personal që komunë për herojnë e tashëm të gjithë shqiptarëve është Adem Jashari, i cili sakrificën që ka bëjë dhe familja për vend është e rrallë që mund ta gjejmë rajon apo dhe Maxher. A mundna me diskutu pak për zhvillimet më të fundit, po mendoj bota është e përçame, është lufta kundër terrorizmit. Ju përmendët edhe më herët e keni distancimin e qartë. Këtu ka ndodhur një përsekutim i imamëve. Ka pasur edhe këtu dallime, a ka qenë i duhur apo jo i duhur i ngutshëm veprimi i policisë për arrestimin e disa klerikëve radikal, me predikimin e cilëve thuhet që kanë nxit trinin me shku në luftën e çlirimin e tokave të Shamit në Siri. Çu e keni pa ju këto po? Fillimisht berat për korrekcisë pa dyshim që është e vërtetë që një pjesë e rinisë kosovare ka shku fatkeqësisht atje. Dhe edhe këta imam, disa që janë arrestuar prej tyre, kanë qenë kundërshtar më të mëdhenj të shkumës së rinisë kosovare. Prap pikëthem asaj temës fillestare ku thash, në Kosovë është që zhvillu një politikë anti-amerikane dhe anti-europiane. Tash do ta vërtetojmë pse. Janë arrestuar imamët në emën të kësaj që kinse kanë delegu apo kanë dërgu, rekrutu, si po thonë terminologjinë politike, rinin kosovare në Siri. Dhe me ta është mbur opinioni kosovar se si çka kem bë, kem arrestuar imam. Dhe në parim e dim të vërtetën, e di edhe unë kam deklaruar dhe me shkrim kur kam dhënë dorëheqje nga grupi parlamentar dhe nga Partia e Drejtësisë, se arrestimi i imamëve ka qenë i pastër dhe politik, hakmarrës. I gjithëve. Jo atyre që i kom përmendur unë me emër, i kom përmendur në televizion të Kosovës. A ka një imam që është arrestuar me merit? Nuk e di. Nuk jam pjesë e timeve tu si Kosovës. Mirë, për këta tjerë pedin. Unë për këta që i kom përmend me emën në televizion publik Kosovës, kom thonë që këta janë kundërshtar të më të mëdhenj të shkumës së rinisë kosovare në Siri. Kujna e ka interesuar arrestimi? Pse është bërë arrestimi? E tregova. Pse këta imam në zgjedhjet e 8 qershorit e kanë mbështet një parti tjetër dhe nuk e kanë mbështet partinë pushtet. Pra arrestim politik. Arrestim politik e kom thonë dhe dëshmoj, Cillin subjekte kanë mbështet? Partinë e Drejtësisë? Jo, nuk e kanë mbështet, kanë mbështet AKR-n. Edhe ju mendoni që këtu mund të qenë involvuar edhe Partia e Drejtësisë? Unë kom qenë koalicion me Partinë e Drejtësisë dhe me Partinë Demokratike. Edhe Partia e Drejtësisë dhe Partia Demokratike e kanë ditë që këta imam që janë arrestuar për mbështetjen e AKR-n dhe këta imam nuk janë miqtonë në uniformë i kanë thuar pas zgjedhjeve. Jo, arrestimi kanë ndodhur pas zgjedhjeve. Po shtator, në çeshor janë thy. Janë thy në atë formë. Ai është më thonë që për këto edhe zoti Ferit Agani ka gisht së bashku me Partinë e Drejtësisë në lejimin e organeve për arrestimin e imamëve mbi baza partijake. Ato nuk e di. Është shumë e pa drejtë me fol ndaj tina ashtu. Por unë e di që Partia Demokratike konkretisht, kryeministri i atëhershëm
ka qenë informum shumë mirë për lëvizjen e tillë imamëve që i kanë mbështet AKR dhe nuk i kanë mbështet PDK. A është rruga si imamët me mbështet parti politike? Po është drejtë, ajo është qytetari i Kosovës, ai ka drejt me folje dhe me lobu për kënd të don. Shumë mirë. Ata kanë me kushtetutë. Nëse unë jam njëri prej njerëzve që shkojnë në xhami, edhe i takoj një subjekti tjetër politik, a besoni që do të ishte mirë, si do të ndisha unë, nëse një imam i cili është i barabartë për gjithë, më fton mua me votu për një subjekt? Jo, ajo është çështje tash tjetër. Tash kjo çështje që mes imamit, xhamatit dhe Bashkisë Islame, por nuk ka drejt partia me ndëshku imamin. Pse ti nuk ke lobu për mua, ke lobu për tjetrin, ti dush me në burg, dhe kur e ka shtin burg ja ka vesh etiketën tjetër që kinse kundër terrorizmit, kundër rekrutimit. Dhe tash këtu ku po duam të dalun, pse po manipulon ndërkombëtarët? Pse e kam dhënë edhe me shkrim, po ndoshta ju ka ikur kur e kam dhënë dorëheqjen. Arrestimi i imamëve është bërë për dy arsye. Fillimisht është bërë për hakmarrje politike ndaj tyre që nuk e lobun me te, nuk e mbështeten me te qeshor partinë qeveritare. Edhe për shkak të një lufte kinse në thojza lufte globale për pojena politik, sa atë PDK nuk i kish votat me bon koalicion me parti tjera. Dhe tash ku po du me dalë. Këta imam e pa me dhe vetë, jo vetëm imamët, por ne dim që dy fazat arrestime masive kanë ndodhur muaj në gusht dhe shtator. Në muaj në gusht janë arrestuar një grupi 45 vetave nëse nuk gaboj, në shtator ka qenë grupi i dytë ku janë arrestuar imamët. Prej gjithë tyre të arrestuarve, diku 90% janë të lirë. Po hetime, 5 ose 10% po hetohen. Tash çka ka ndodhur? Gjithë këta imam, tash po ndonë atë imam, gjithë këta imam janë liru brenda 2, 3, 4 javë në mungesë provave, mungesë fakteve. Përfunduar hetimet ndaj shumicës. Në momentin kur i kthehet pasaporta ka përfunduar hetimet. Shumica prej tyre po udhtojnë nëpër botë. Ku po du me dal? Që këta imam po udhtojnë imamët. Po, veç ku po du me dal. Po e patëm konferencën kundër terrorizmit, e fatëm në Mekë që ke konferenca kundër terrorizmit. Ku po du me dal? Që ata janë arrestuar për motive politike. Lajmi është lansuar në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar që janë arrestuar për terrorizëm dhe janë mashtruar partnerët ndërkombëtar. Çka ka ndodhur? Këta liruan mas 2-3 javë. Vazhdon lajmi në Kosovë se Kosovë janë arrestuar imamët. E Kosovë nuk po tregohet e vërteta që liru. Janë mashtruar edhe amerikanët edhe europianët. E dyta, kanë përfunduar procedura gjyqësore. Kanë gjithat kanë përfunduar. Për shumicën e këtyre imamëve që po të flas. Kush po i dërgon trit në Siri? O i dërgon ti ki po inspirim, e ki po një raport të qendrës studimore për kosovare studimore dhe siguri, një raport shumë mirë i punuar dhe elaboruar. Kush po i dërgon si masësh? Ka shumë rrugë këtyne, sot e ki mënyrën e komunikimit online, YouTube, ka shumë xhallar që rinia mund të inspirohet për ndonjë hoxhë të caktuar, po jo s'do më thoni Kosovës. Po ju po mohoni faktin që inspirimi është në Kosovë. Ai punim ku deshta me dalë se dola prej temës bazë, ai punim e ka dhënë shumë mirë një frymë tekfiriste në Kosovë, e cila ka nisë sipas atij punimi më për hap, dhe ai frymë tekfiriste po frymëzohet përmes rrjeteve të ndryshme të komunikimit, qoftë internet, YouTube apo të ndryshme. Kjo ju atribuoj imamëve nga Maqedonia? Po, disa i thanë që unë nuk i njeh ata imam sikur ti njehsh publikisht apo përmend jam këtu se nuk lejoj. Jo kur. Një imam që kanë ide tekfiriste kur s'kum dëgjuar ligjërat aty, kur as nuk do më ndi për ta. Unë po është çështje tjetër a don ti. Se edhe mua në momente të caktuara e shoh, jo që një diko po e shoh në Facebook në postim temin, mua bën në aspektin gjysor tek film thotë ky nuk ka musliman, nuk ka besimtar. Ka tillë që mua bën, po nuk i njeh. Ma lën komentin, nuk du më marr me ta. Unë ku deshta me dal. Pasojat e asaj çka pivojmë që është kosovare. Është lansuar lajmi në nivel ndërkombëtar që këta imam u arrestuan për terrorizëm. Këta u lirun, po nuk u bë vërtet tash. Çka po ndodh? Lider politik kosovar, udhës po thonë që në Kosovë jemi prijetar luftën kundër terrorizmit. Kur veç pak, jo, po më kuptoj më dal. Pasojat e kësaj. Kosovë nuk ka terrorizëm. Kosova megjithatë nuk është imune, sikur shumë vete të Bashkimit Evropian mund të ketë ato, po kur kush nuk e përmend argumentin që natën e Krishtlindjeve para ambasadës amerikane është arrestuar qytetari nga Beogradi me 12 kg eksploziv në Kosovë, kur kush se përmend. E përmend në burg. Jo, se përmend kur kush si argument që ka arrestuar, kjo është fitore e policisë Kosovës. Unë e kuptoj. Ka ja as një lider politik, ne pa më dhe lider politik kosovar. E pa rasti konkret. Thotë lufta Kosovës kundër terrorizmit po ka sukses, jemi vendi më i suksesshëm rajon. Çka po ndodh? Kjo është një armë fort në raport me Serbinë, se nëse Serbia ka me ta përdorur si argument bisedimet e Brukselit, ka me thon Kosova është një vend ku ka që na kena luftuar. Po çka ki luftu kur s'ka, a ki terrorizëm, ama një rast. Pe rajonit më shumë ti ka shqiptar të Kosovës që kanë shkuar në Siri apo jo? Po ato janë atje, ki mund ndonjë ti bitën me. Po këta po mendojnë që i kanë prerë. Po mendojnë, çfarë mendumi dëgjoj berat. Atë pasojat e kësaj diplomacie të gabuar kosovare. Ty janë vesh Kosovës epitetin si një vend ku luftohet terrorizmi. Mori lavdata nga sekretari i shtetit amerikan John Kerry. Shumë mirë, çto unë e thash se ti e përmend me, unë ta përmenda via trosha. John Kerry, edhe ambasada amerikane
nuk pe merr politikën që e meriton pi kosovare. Ata meritojnë shumë shumë pe ne. Ju po mendoni që shërbimet inteligjente amerikane që janë edhe në Kosovë nuk mashtrohen pi klasës politike kosovare? Po klasa politike pi mashtrohen bre të gjithë bre pi mashtrohen. Nuk mendoni fare që klasa politike ka indikacione prej tyre se cilët janë? Jo bre çfarë, se klasa politike ka detyrë me luftu terrorizmin. Çfarë do natyre qoftë ai fetare kombëtar s'është më rëndësi, po nuk e ka me lajthit njerëz të se pishin burg ta pimbaj 2 javë ditë. Po shkoj po raportojnë Këshillit Sigurimit, po thonë me kom luftu terrorizmin. Ty raportu Këshillit Sigurimit ton po lirohen imamët. Nuk pe tregon që janë liru imamët. Kosovës pinveshët epiteti si një vend devatër e terrorizmit dhe çka ka ndodhur? Kjo është skandali më i madh. Kanë kaluar më shumë se 8 muaj, Kosova nuk ka njohje. Në kushtan jetë është Kosovën. Mirë, po Kosova është njohur prej shumë mekanizma ndërkohë. Unë po të flas mekanizma jashtëzakonisht rëndësishëm siç është FIBA, siç janë plot. Tash po flasim te raportet inteligjente, zyrtare dhe vendore. Asnjë raport inteligjent, zyrtar dhe vendor, as i Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk ka tillë. Nuk kanë përmend që Kosova është rrezikuar. Bukuroshja e qytetit, objekt afaristo banesor i ndërtuar në pjesën më të bukur të Gjilanit, i projektuar me dizajn unik dhe arkitektur neoklasike, përbëhet prej 4 hyrjeve të projektuara sipas standardeve europiane. Banesa me qëndrueshmëri dhe komoditet super luksoz, aty ku do të gjeni rehatin dhe sigurinë e plot. Po ashtu Albanika, kompleks i projektuar me dizajn unik dhe arkitektur neoklasike, me portën triumfale, e ndërtuar e para në Kosovë. Ka 5 hyrje dhe 1 qendër tregtare, sipas standardeve europiane. Kompleks i cili ju ofron komoditet dhe luks. Aty ku ndiheni gjithmonë rehat. Gjilani po ndërtohet me DNA Construction. U hap shkolla The British School of Kosova, me infrastrukturë të destinuar për edukim dhe arsim, metodologji pune të avancuar, mësim dhënës të trajnuar e licencuar, fokus në zhvillimin e kreativitetit dhe përgjegjësisë tek nxënësit, aktivitete shtesë në gjuhë të huaja, pikturë, balet, instrumente muzikore e të tjera, qendrim ditorin nxënësve, ushqim dhe transport. Ju mund të aplikoni online në britishschoolkosova.com apo duke na vizituar në adresën Magistralia Prishtinë Fush Kosovë afër Kolegjit AAB. A jeni të shqetësuar ju për faktin që gjithë këta tri kanë shku në Siri dhe mundësia aty për mu kthy dhe me gjeneru krizë këtu. Po ç'është nuk jam shqetësuar, ata njerëz na. Atëherë pse jeni kaq kategorik se policia nuk ka drejt? Nuk jeni proaktiv. Çe po tregoj. Na duhet me qenë proaktiv dhe jo reaktiv. Po. Na duhet me ecë pas me probleme. Ju si njeri, ndiko, na duhet me përdor çdo metodë që me ndalu shkurjen e rinisë kosovare. Çka keni bëj ju? Po konkretisht. S'ku mujt unë në vet në parlament. Zoni juaj. Çe po tregoj. Ju keni akses në grupe religjioze. Po tregoj. Ajo çka duhet me bëj qeveria e Kosovës, luftën kundër terrorizmit me motive të ndryshme. Duhet me pusu ekspert që kanë njohuri nga fusha, rasti konkret nga fusha islame apo fusha të tjera. Sikur ta kishte hall qeveria e kaluar me shkurjen e rinisë kosovare në Siri, ish miratu ligji mandatin e kaluar Berat bashkënaqën deputet. Ai ligj ka për herë të parë ka në muajin mars të këtij vitit. Ndërsa në muajin maj është përballë parlamentit, 2 muaj ditë kanë ndajt në dollapat e kuvendit. Dhe këtë rast e ka dëshmuar që nuk ka qenë prioritet i qeverisë apo shkon rinia jo. As tash nuk është prioritet. Prioritet është me siguru vota me mbetën pushtet. Prioritet është me siguru karikën politike për mi mbrojt secili ato që kanë bërë të kalumen. Unë prapë më them, me sinqeriteti më të madh po them, po më them se edhe miq ndërkombëtar, qoftë Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë Bashkimit Evropian, nuk kanë politik parimore prej neve, nuk jena minjos ndaj tyre sa ata e meritojnë. E dyta, asnjë raport zyrtar, ndërkombëtar, tash po referohem raport inteligjente, nuk flet, çka flasin nuk do të citon politik kosovar. Sigurisht i kanë kanalet e veta të komunikimit. Jo, nuk ka kanale. Na duhet me pas një harmonizim, raportet ndërkombëtare dhe vendore. Nuk bën me thonë një lider kur që mërmendja me dal para një mediumi ndërkombëtar me thonë na pe luftojmë terrorizmin, jemi vendi kryesor, kur asnjë raport ndërkombëtar nuk fol tillë. Na kena kontribu në luftën e terroristave në Siri, kjo është e qartë,
djemtan jënë pa me të hek koka në Siri, jënë pa, pra na nuk mujna mu shit si kur gjos për ndodhë prej neve. Na duhet me luftu edhe ma shumë atë strategji të rekrutimit. Që po të regoj qysh? Qa ke bo gëzim konkretisht më thonë para prakisht? Më thonë qëre, une po propozoj qështu. Kom propozu, kjaru, mandatin e kalum, kuvendin e Kosovës, kur është ardhe ky ligj, kom propozu që ndër njerëzit ekspertat kryesor luftën kundër terrorizmit, mu angazhu profesionist fushave caktume, nuk mundet o burr terrorizmi mu luftu për njerëzve të krimit organizum. Terroristi me terrorista nuk luftohet. Terrorizmi luftohet me ekspertat fushave caktume. Nëse është terrorizmi me natyrë fetare, e merr njësin fetar. Nëse është me natyrë kombëtare, e merr tatilt. Çdo natyrë e merr departamenti kundër krimit organizimit që ashtu kundër terrorizmit që ashtu funksionon. I merr njerëz të tillë edhe i qet luftë kundër terrorizmit. Po të kallzoj thonë me që nuk janë njerëz të tillë në strukturat shtetërore të Kosovës. Nuk kem hala një rast konkret që departamenti bikur në këtë, në gjithë këtë cili është roli bikut në gjithë këtë garë, shumë shkurt se jena në fund. Shumë vonë biku. Mund mendoj që biku në shteti që 15 vite mas luftës pushtetet e ndryshme kanë atë mua dhe ka shtyp, biku nuk e ka një ligj të vetin, nuk ka ligji për ligji fetare para, nuk ka kompetenca të veta. Biku të kërkohet vetëm kur diçka fol dikush. Biku politik. A është i politizuar kreu i bikut? A është në shërbim partive politike? Jo, nuk më thoni gjatë tillë që është kurrë nuk është deklaruar për një parti. S'kemi çare pa përmend këtë në fund jena një çarkore të bikut më hershme ku bën të thirrje që të shkohet luftohet në tokat e Shamit. Pra ka qenë një ligjërat e sponsoruar prej bikut për xhamit edhe imamt e Kosovës. Është ndryshe, keq interpretu berat. Është kërku të ndihmot, kanë mbledh ndihma, mund ndihmu refugjat civil, çu kanë ndihmu për Kosovën, në atë formë ka lyp. Dhe nuk ka lyp biku me shku me luftu në Sham. Kjo është rrond. Lirimin e tokave të Shamit. Jo, dëgjoj. Është komunikat apo ne e gjojmë. Po, vetëm ka lyp mu përkrah financialisht refugjat, çu shpi përkrah Turqia që i kanë kufimet ata. Një pyetje për fund e fundit zoti Kelmendi, sot ju patëm mysafir si deputet i pavarur, si do t'ju kem herën tjetër? A do të jetë Gzim Kelmendi me partitë ti apo do të vazhdoni aktivitetin tuaj kështu? Jemi duke punu në atë aspekt, jemi duke konsultuar edhe me elektoratin që kam, edhe shmande që brenda një kohë shkurt do ta marrim një vendim konkret. A do të jeni partia kryesore në vend? A besoni që do të jeni partia kryesore në vend e cila do t'i mbronte të drejtat e muslimanëve të Kosovës? Dëgjoj, edhe nëse vjen dete formimi i partisë 3, sfidë shtyllë kryesore kanë me qenë 2. E para ka me qenë e sundimi i drejtësisë rendit dhe ligjit, në një formë lufta kundër krimit organizum ka me qenë shtylla parë dhe drejtësia, dhe shtylla dytë ka me qenë zhvillimi ekonomik i qytetarëve të vendit. Dhe Gzimi si Gzim, ju them këtu publikisht, mundohet me zbatu dhe do të zbatoj me lejen e Zotit politika të drejta për gjithë qytetarët e Kosovës. Qofshin musliman dhe jo musliman, shqiptar dhe jo shqiptar. Unë nuk i bëj ato dallime, për mua parim është drejtësia dhe drejtësinë do ta zbatoj. Nuk është parim. Zoti Kelmendi, faleminderit që ishit në emisionin Komitetit Gazetës Ekspres. Faleminderit.